Arrest me burg ka caktuar gjykata e Durrësit për 25 vjeçarin Meklan Meçaj, i dyshuar për vrasjen e fëmijët të tij 60 vjeçarit Rapush Namolla. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 20 qershorit në lagjen Mollaj të Rogozhinës. Sipas hetimeve, konflikti mes dy fëmijëve ka nisur rreth orës 10 të darkës dhe ka degeneruar në përdorimin e mjeteve prerëse. Si pasojë e plagëve të marra, 60 vjeçari humbi jetën ndërsa autori pësoi lëndime të lehta në dorë. Pas ngjarjes, policia bëri të mundur identifikimin dhe arrestimin e autorit Meklan Meça. Ky i fundit në seancën për vlerësimin e masës së sigurisë, tha se ka vepruar për vetmbrojtje. Në atë ngjarje kam qenë unë dhe viktima. Ai më ka goditur i pari dhe unë kam mbrojtur veten time. Nuk kam dashur ta vras. Edhe mua më vjen keq. Unë nuk jam vrasës. Unë personalisht me atë personin nuk kam pasur asnjë konflikt, por kushëriri im ka pasur konflikte. Me mua nuk ka pasur asgjë, nuk flisja me të. Nga të dhënat e deri tanishme dyshohet se krimi ka ndodhur pas një konflikti të çastit për motive të dobta.